Ajo çka është më e dhimbshme do thoya është që ne si shoqëri në të kaluarën nuk është që kemi arritur për të dokumentuar krimet e kryera karshi ndoshta në veçanti popullsisë shqiptare edhe për periudha të mëhershme, lere më për këtë të fundit. Andaj e konsideroj si diçka shumë urgjente që instituti të kontriboj edhe në ngritjen e vetdijes së shoqërisë gjeneratave të reja, por edhe në dokumentimin e mirëfillt me një metodologji profesionale dhe etike të krimeve të kryer gjatë luftës në Kosovë, por edhe të krimeve që kanë shpirë deri te lufta. Fillimisht duhet vënë në pas se ideja për dokumentimin e krimeve nuk është për qëllime revanshi, po është për të treguar se pavarësisht se gjatë luftës apo gjatë konflikteve që kanë qenë në periudhën e para vitit 98-99, një pjesë e shoqërisë mund të humbë më shumë se një tjetër, por në fundit lufta është e dëmshme edhe padobishme për të gjithë.